Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa tammu taslima ala Sayyidina Muhammad, imamil awwalin wal akhirin, wa ala alihi at-tahirin, wa ala ashabihi al-ghurri al-mayamin, wa ala man ihtada bihadyi wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahumma amin. Falënderimet qofshin për Allahun, Zotin e botrave, krijuesin e gjithësisë, paqja, mirësi dhe begatitë të madhit Allah qofshin mbi vulën e profetëve, mbi më të përzgjedhurin e tyre, të dashurin e zemrave tona Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të ndershme, të cilët patën nderin të jenë familjarë të krijesës më dashur të Allahut, mbi shokët e tij të përzgjedhur, të cilët patën fatin të jenë të përzgjedhurit në këtë dynja, të përzgjedhurit në ahiret, mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, duke e lutur Zotin xhel xhelalu që të na bëjë dhe neve prej tyre. Medineja dhe Mekka, dy qytete tepër të veçanta për ne muslimanët. Popullatat e tyre në kohën e profetit alayhi salatu wassalam do të ishin të ndryshme, ku populli i Medines, ato që do të njihen ndryshe si ansarët, do të jenë si një farë e cila mbin shpejt dhe është tepër e qëndrueshme në fenë dhe në besimin e tyre. Ndërsa Mekka e asaj kohe do të kishte një përgatitje të madhe, një përgatitje që do të bënte shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilët do të merrnin mesazhin e fesë dhe do ta përcjellnin anë mban botës. Pra njeriu sa më i vuajtur është dhe më i përgatitur për të përballuar sfida dhe në të njëjtën kohë është dhe më i qëndrueshëm në tezën e tij, e ku ka më mirë se një tezë si ajo e besimit. Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu do të jetë një prej shokëve të profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, i cili do ta përgatisë të gjithë familjen e tij me besim para mbërritjes së dërguarit të Zotit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Malik ibn Sinan el-Khudri, babai i Ebu Sa'id el-Khudri, një prej dietarëve të sahabëve, një ndër transmetuesit më të mëdhenj të haditheve të profetit alayhi salatu wassalam, me plot 1174 hadithe, dhe babai i Furejas, pikërisht personazhit ton të sotëm. Fureja në gjuhën arabe do të thotë shtatlart, pra një femër shtatlart dhe me flokë të gjatë, ndërsa ajo kishte shtatin e lartë në besim, në fe dhe në qëndrueshmërinë që pati. Malik ibn Sinan, me ardhen e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam në Medinë, doli së bashku me familjen e tij për të pritur të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wasallam dhe për t'i uruar atij mirëseardhjen. Një mirëseardhje e cila do të ishte tepër e begatë për familjen e këtij të fundit. Në betejën e Bedrit, Malik nuk do të merrte pjesë, pasi siç e dim historikisht, betejë e Bedrit është një betejë ku i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam nuk shkoi për të luftuar, ndërsa lufta u shkaktua më pas. Ndaj do të vrejmë se dhe numri i sahabëve të cilët kanë marrë pjesë aty, nga 314 deri në 319 sipas versioneve të shumta historike, është një numër që nuk i ka përfshirë mbar sahabët e profetit alayhi salatu wasallam të asaj kohe. Kjo sepse i dërguari i Zotit alayhi salatu wasallam kërkoi të dilte në një çet, pra nuk kishte shkuar për luftë dhe nuk ishte përgatitur për luftë. Ndaj dhe një prej atyre që nuk morën pjesë në këtë betejë do të ishte edhe Malik ibn Sinan. Por në betejën e Uhudit ai nuk do ta humbiste rastin dhe nuk do ta humbiste këtë shans dhe mundësi të madhe për të qenë pranë të dërguarit të Zotit sallallahu alaihi wasallam dhe për të kërkuar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj do të shkojë në këtë luftë bashkë me djalin e tij, Ebu Sa'id el-Khudri, dhe bashkë me djalin e gruas së tij, Qataden. Ebu Sa'id el-Khudri radhiyallahu anhu do të kthehet nga ana e dërguarit të Zotit alayhi salatu wasalam pasi ishte në moshë shumë të re. Pra nuk e pranoi profeti sallallahu alaihi wasallam që të merrte pjesë në këtë ushtrim. Ndaj dhe e ktheu në Medinë, pikërisht tek motra e tij më e madhe, tek Fureja, e cila do ta ngushëllonte Ebu Sa'idin, duke i thënë që do të kesh kohë inshallah dhe ti për të kontribuar në një të ardhme. Dhe kjo nëse tregon për diçka, mbështetja e motrës tregon për edukatën që servirej në familjen e tyre.
I thot Malik ibn Sinan, profetit sallallahu alaihi wasallam, thot i dërguari i Allahut, dy thot janë gëzimet tona dhe ofertat, alternativat të cilat ne mund t'i arrijmë në këtë betejë. Njëra është thot të mundim kundërshtarin dhe padyshim thot që është një fitore e madhe për ne, dhe tjetra është thot arritja e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala duke na mundsuar që të bijem shahid dhe ku ka thot më mirë se sa kaq. Malik ibn Sinan në këtë betejë do të privilegjohet nga ana e Allahut subhanahu wa taala duke rënë dëshmor. Në këtë betejë ka ndodhur që vllai i Furejas, njëkohësisht Qatade, i ka dalë syu vendit, domethënë si pasojë e plagëve që mori, dhe vjen tek profeti alayhi salatu wassalam, i cili me bismillah pra e merr syun e Qatades dhe e fut atë atje ku ai ishte dhe thot Qatade, thot vallahi, syu i plagosur, pra syu që më doli nga vendi, me të shoh më mirë se sa syu i tjetër, dhe kjo është për mrekullive të profetit alayhi salatu wassalam. Ebu Said al-Khudri radiallahu anhu dhe motra e tij Fureja ishin në pritje të lajmeve të luftës, se cili është rezultati i asaj lufte, derisa kthehet profeti alayhi salatu wassalam bashkë me shokët e tij dhe i flet Ebu Saidit. Ebu Saidi pra sapo e dëgjon të dërguarin e Zotit që e thret, i thot leqe peqe ajo shprehja e vjetër lebejke o Saadej, urdhëro i dërguar i Zotit në bindjen tënde. Pra vetëm urdhërom ti. Thot Allahu u ashtoft sabrin dhe e pranoft babën pra si shahid. Thot dhe aty e ka marrë motra e tij Fureja, duke i thënë që mos u mërzit Allah, sepse baba jon e arriti kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Shumë shpejt kjo zonjë nderuar do të martohet dhe këtu del në pah, domethënë ajo çfarë na ka lënë ajo neve si trashëgimi kulturore, por dhe trashëgimi të argumenteve fetare. Martohet kjo zonjë nderuar, por dhe bashkëshorti i saj pas një farë kohe do të vdes, ose më mirë themi do ta vrasin. Ishte në kërkim të disa skleverëve të tij, të cilët ishin arratisur dhe duke ju ngjitur atyre nga pas, ato i bën një kurth dhe e vran. Vjen kjo zonjë nderuar tek profeti alayhi salatu wassalam dhe i thotë i dërguari i Allahut, pasi i tregon ndodhin ngjarjen se si ka ndodhur, thotë i dërguari i Allahut, pra im shoq ka vdekur dhe në shtëpinë e tij pra nuk kam as të ardhura, nuk posedoj të ardhura aty, por as nuk kam njerëz me këtë të qëndroj. A mund që të shkoj dhe këtë periudhën e iddes, pra idde është kjo periudha ku femra e ka të detyruar pritjen pas vdekjes së bashkëshortit. Në 4 muaj e 10 ditë në normalen e saj, ose kur është shtatzan derisa të lind, domethënë, qoftë dhe 1 ditë. Pra kjo që mos të kemi një përzierje të nesebeve, pra të gjakrave të ndryshëm. Dhe i thot, a mundem që të shkoj dhe këtë periudhë ta kaloj, pra 4 muaj e 10 ditë ta kaloj tek familja ime? Po, i thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e thriti, thot, sapo u nisa të dal, thot, e thriti dhe një herë tjetër dhe i tha, si the? Dhe ja përsëriti dhe një herë se çfarë kërkon. Thot profeti alaihi salatu wasallam, atëherë thot, duhet të qëndrosh në shtëpinë tënde. Duhet të qëndrosh në shtëpinë tënde. Kaluan vitet me radhë dhe vjen çasti ku kjo ndodhi do të nevojitet pikërisht në kohën e Uthmanit radiallahu anhu, dhe shumica e medhhebeve, akademive të ndryshme islame, këtë kanë argument se ku duhet të qëndroj femra e martuar pas vdekjes së burrit të saj, pra gjatë kësaj periudhe. Dhe i thot Uthmani radiallahu anhu, si ka gjykuar profeti alayhi salatu wassalam kur ti e ke pyetur për diçka të tillë, dhe është përgjigjur kjo zonjë se ka gjykuar në këtë formë, thot dhe e bëri ligj Uthmani radiallahu anhu që femrës të cilës i vdes bashkëshorti duhet të veprojnë këtë formë sikur se ka vepruar dhe Fureja. Fureja do të ishte transmetuese e haditheve të profetit alayhi salatu wasalam, si rastin fjalë, do të ishte një zonjë e cila u përkujdes për vllain e saj, Ebu Saidin radiallahu anhu, i cili ishte në moshë tepër të vogël, duke e shndruar Ebu Saidin në një prej myftive të sahabëve, pra prej dietarëve të sahabëve, duke lënë pas një trashëgimi të madhe, pra duke na përcjell neve një argument tepër të rëndësishëm.
Ndoshta në trevat tona kur dëgjojmë për të tilla vepra në duket diçka e habitshme apo sikur çfarë po themi, por ja që fetarisht diçka e tillë është tepër e rëndësishme. Është ai respekti që krijojmë ndaj fesë së Allahut subhanahu wa taala, është respekti që kemi ndaj fjalëve të profetit alayhi salatu wasalam, duke i dhënë përparësi fesë së Allahut ndaj traditave dhe normave të ndryshme që mund të jetë, sepse ndodh që në viset tona që shumica e femrave as nuk e kanë idenë fare kur sprovohen me vdekjen e bashkëshortit të burrit të tyre se çfarë duhet me vepru. Pra as nuk e kanë këtë periudhën e pritjes, këtë periudhën e mbylljes, po i sheh që gjithçka kthehet në normalitet, dalje, vizita, dëshirat e ndryshme apo hallet që mund të kenë, që mund t'i shlyej dikush tjetër, ndërsa diçka të tillë nuk e kishin sahabët e profetit alayhi salatu wasalam. Nëse ka një mesazh tepër të fortë që na jep personazhi i Furejas, është këta njerëz dhe këto femra, të cilat jetuan me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, treguan një përkujdesje shumë të madhe për fenë e Zotit xhelle xhelalu, ashtu sikurse duhet ta tregojmë ne të gjithë mbar, edhe pse në gradët dhe në klasifikimet tona të sotme nuk kishin një grad arsimimi, por kishin një grad bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, pra e kanë merituar lutin e profetit të Aishës radhiyallahu anha në çastin kur vjen një grua tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe e pyet një pyetje që ka lidhje me gusulin, tha Aisha: Rahimallahu nisa al-ansar lam yamna'hunna al-haya'u min at-tafaqquh fi ad-din. Allahu i mëshiroft femrat e ansarve, medinaset, ato nuk i pengonte turpi nga të mësuarit e fesë. Si në rastin konkret, kishin një interes shumë të madh, ashtu duhet të jenë gjithë muslimanët, kishin një turp me qenë të paditura, ashtu sikurse duhet të jetë muslimania, sepse jemi në ditë ku muslimania mbi kokën e saj ka shamin, por nën shamin e saj, për fat të keq, kemi një boshllëk të madh dhe ignorancë të madhe kërshi fesë Allahu subhanahu wa taala. E lutim Zotin xhel xhelalu të na ndërgjegjësoj, të na mundsoj të reflektojmë, të na përdor për mirë dhe të na mundsoj ta mbyllim jetën me vepra të mira. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.